Komiteti Veteranëve dhe Pasardhësve të Lançit, Gjirokastër, përkujtoi sot 82 vjetorin e betejës së Qesoratit, një nga betejat më të përgjakshme të luftës antifashiste nacional çlirimtare, ku ran 9 dëshmor. Të pranishmit vlerësuan rëndësinë historike të kësaj beteje dhe heroizmin e partizanëve që sakrifikuan jetën për lirinë e dheut. Batalioni 2 i Brigadës 6, pra batalioni Abbas Shehu, me komandant Sadik Buzon dhe komisar Abdul Hakiu, ndezën zjarrin e luftës për liri. Ky batalion mbeti si një simbol i shenjtë dhe i shtrenjtë në histori. Në këtë zonë veproi një batalion partizan i rrethuar nga 2000 deri në 3000 forca gjermano-balliste. Prej territorit Stegopul Qesorat, flaka unë ngre në maj. Batalioni Asim Zeneli e mbështeti këtë luftë, por ran dëshmor 9 djemë të Labëris në prerë të Lunxheris. Pra 82 vjetë më parë, një përkujtimore që ne sot e nderojmë, do të vazhdojmë të qëndrojmë që të kujtojmë. Lavdi dëshmorve dhe partizanëve të betejës së Qesoratit. Lavdi herojve, lavdi atyre që bën historinë. Beteja e 8 shkurtit të vitit 1944 në Qesorat u shoqërua me luftime të ashpra, duke shkaktuar humbje të mëdha armikut, por edhe sakrifica të rënda forcave partizane, ku ran disa komandantë dhe luftëtar. Ishte beteja më e famshme e Brigadës 6 sulmuese. Në këtë betejë ran 9 djemë të rinj në moshën më të re të rinisë tyre, duke dhënë gjakun për shlirimin e atë dheut. Këta janë dëshmorë të atë dheut, krenaria e kombit shqiptarët. Këta janë Sadik Buzo, Bektash Hida, Hadim Imeri, Hamza Malo, Sejdin Minga, Qerqis Fejzo, Emir Hasani, Recep Kaçi, Bazo Zoto. Ndërkohë, Komiteti Veteranëve dhe Pasardhësve të Lançit bëri të ditur se do të ndërhyet me rikonstruksionin dhe rikthimin në gjendje të mëparshme të lapidarit përkujtimor i ndërtuar në nderim të betejës së Qesoratit.